Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin me njëherë për të komentuar dhe analizuar pak një video që në fakt ishte regjistruar natën e mbrëmshme në koncertin e Fifit nga VIP Magazin, një ndër faqet më të forta shqiptare për artistët shqiptarë. Në këtë video, nga paparazzi, ishte regjistruar Selin, e cila në këtë festë të madhe nuk ishte shoqëruar nga Gimbo, por ishte shoqëruar nga Greta, kunata e saj, që nuk kupton marrëdhëniet kanë vazhduar harmonikisht shumë të bukura jashtë, do me thënë ashtu siç kanë qenë, dhe nga miku i saj tashmë shoku i ngushtë Shëndriti, që nuk kupton marrëdhënia me Shëndritin pas Big Brotherit, së bashku me Selin, ka vazhduar shumë e bukur dhe shumë njerëzore. Dhe kjo është dhurata më e bukur, që do me thënë në këtë Big Brother, ku të gjithë u armiqësuan, vetëm Shëndriti dhe Selin u miqësuan. Shqyr Zotit doli një shoqëri. Por pikpyetja më e madhe ishte se ku ndodhet Gimbo, do me thënë ne hodhëm ca mendësime që Gimbo nuk do t'ishte pjesë e një feste siç është Selin, për faktin sepse Gimbo kishte një problem serios me kompaninë Onima, një kompani e cila pati probleme me gjestin dhe Fifi është pjesë e kësaj kompanie dhe ka publikuar në atë kohë mbështetje për Erkan Shabani, drejtuesin e kësaj kompanie, dhe besoj që kjo ka qenë arsyeja pse Gimbo nuk u bë pjesë e festës së madhe mbrëm të Fifit, por gjithsesi Selin nuk është se e la pa shkuar përkundrazi për të respektuar Fifin, se nga që i kanë lidhur edhe marrëdhëniet artistike. Por Gimbo nuk mbeti pa reaguar. Gimbo ka reaguar menjëherë në komente më poshtë, duke shkruar se ku e kam gruan, do me thënë duke pyetur Shëndritin. Kjo nuk kupton që marrëdhënia e tyre është shumë e bukur. Gimbo dhe Selin vazhdojnë që të jenë ai çifti me energji fantastike, unë e kam thënë gjithmonë. Do me thënë janë gjetur sikur të ishin kërkuar në ndonjë libër, sepse janë pothuajse të dy identik të ngjajshëm, kanë të njëjtin karakter, kanë të njëjtën botë, kanë të njëjtin mënyrë të menduarit, do me thënë janë shumë të përafërt me njëri tjetrin. Dhe kjo e konfirmoi që Selin, me patjetër që ka një komunikim të vazhdueshëm me Gimbon, me patjetër që është shumë mirë me Gimbon, dhe jo më kot, do me thënë Gimbo bënte këto shakat. Çifti vazhdon të jetë shumë i lumtur, nuk do të thotë që mbrëm Gimbo nuk ka qenë dhe ka plasur bomba, jo, përkundrazi, por mbi të gjitha, do me thënë Selin është kjo vajza që tashmë ka ndërtuar një karakter krejt ndryshe. Selina që hyri në fillim me Selinën që doli, unë mendoj që është 100 vite më e rritur, dhe qëndrimet e saj të bëjnë për të adhuruar në fakt që Selin di edhe shakan se si ta kthej. Do me thënë publiku është kapur te një koment që ka dhënë Gimbo sepse u stresuan mbrëmës se Selin vetëm, por jo, do me thënë Gimbo është shumë i lumtur, është okay dhe ka qenë në ndjekje të situatës, me sa e kuptova.